Ka një moment në jetën morale të kombeve kur gënjeshtrat që i kanë mbajtur ato në këmbë nuk mund të qëndrojnë më. Izraeli po jeton pikërisht këtë moment. Pamjet që dolën nga Gaza nuk ishin dëshmi e brutalitetit të luftës. Ato janë autopsia e mitit të ndërtuar me kujdes për Izraelin si një streh për të persekutuarit, si një demokraci në shkretëtir dhe si një farë morale në një det barbarie. Ky mit, i ruetur me aq shumë përpikëri dhe i mbrojtur me aq egërsi, tani është djegur i gjallë në të njëjtat rënoja që vetë krijoi, shkruan gazetari Jassim Elazawi. Gazetari dhe shkrimtari Chris Hedges, një nga zërat e pakt në mediat amerikane që guxoi të fliste hapur ndërsa të tjerët dridheshin, paralajmëroi vite më parë se i kemi dhënë Izraelit dorë të lirë për të spastruar etnikisht, për të pushtuar dhe për të shtypur. Bota nuk dëgjoi, e mbytur nga akuzat për antisemitizëm, ky instrument i rënd që u përdor, jo për të mbrojtur hebrejt, po për të heshtur të vërtetat e pakëndshme. Për një brez, kjo akuzë funksionoi. Ajo ngrinte gjuhët, shkatronte karriera dhe mbyllte debatet. Sot, ajo bie si një fishek i shpenzuar mbi një dysheme e guri. Bota ka parë shumë. Gidon Levi duke shkruar nga brenda Izraelit me guximin e vetmuar të një njeriu që ka refuzuar çdo heshtje të rehatshme. Ka dekada që dokumenton atë që vendi i tij refuzon ta shohë. Ai ka shkruar se Izraeli ka humbur rrugën dhe se pushtimi nuk është vetëm një çështje politike, dhe tani duhet të përballet me ato që ka mundësuar. Në librin e tij Wages of Rebellion, Chris Hedges shkruan: pyetja nuk është nëse Izraeli do t'i mbijetojë kësaj lufte. Pyetja është nëse shpirti i tij, nëse i ka mbetur ende, mund të mbijetojë. Brezi i ri në Europë dhe Amerikën e Veriut e ka parë këtë në kohë reale në telefonat e tyre. Ata nuk e kanë jetuar holokaustin. Nuk ndjejnë faj të trashëguar dhe kanë të drejtë. Faji ndër breza i përdorur si paralizë politike nuk është kujtesë, është manipulim, thot Elazawi. Miliona njerëz kanë dalë në protesta. Londër, Paris, New York, Berlin, Jakarta, Johannesburg. Numrat nuk janë një ndjenjë kalimtare, janë një verdikt i rënd. Simpatia për Palestinën nuk është më një qëndrim marginal, është bërë qëndrimi moral i një brezi të ri që refuzon të trashëgojë heshtjet e prindërve të tyre. Ajo që është shkatruar në këto muaj nuk është vetëm infrastruktura, është skeleti i fundit i një miti të ndërtuar artificialisht. Historia që Izraeli ka propaganduar për veten është shembur nën peshën e kontradiktave të saj. Kapja e sionizmit mbi fuqitë të opinionin perëndimor është në agoni. Frika nga etiketa antisemite po humbet fuqinë e saj dhe po shkakton përqeshje. Sot Izraeli shihet si një nga vendet më të urryera në botë, një shtet i izoluar dhe i përbuzur si gjenocidal. Holokausti i Gazës ka prodhuar këtë realitet, vlerëson Elazawi. Edhe fortesat më të fuqishme po qahen. Kongresi i Shobas, dikur një bastion i mbështetjes së pakushtëzuar për Izraelin, ku ndikimi i Ajpakut e bënte mospajtimin një herezi që shkatronte karriera, nuk është më i paprekshëm. Rryma ka thyer muret e tij. Nuk ka më streh të sigurt. Një shtet që kryen atë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e ka cilësuar si gjenocid të mundshëm, humbet çdo pretendim për trashëgimi morale. Kontradikta është e rëndë. Ajo është gëdhendur tashmë në sytë e botës që shikon. Korniz pas kornize, fëmijë pas fëmije, rënoj pas rënoje. Asnjë zyrë shtypi nuk mund ta fshijë. Asnjë diplomat, sado elokuent, nuk mund ta pastrojë me fjalime në OKB. Plaga është shumë e thellë për t'u qepur. Sionizmi ka bërë atë që asnjë armik nuk mundi, ka gëlltitur mitin e vet, në zjarrin e vet, me duart e veta. Dhe historia, kjo llogaritse e pamëshirshme, më në fund ka hapur librin e saj. Shkruan mëtej Elazawi.